Gjesti dhe Rizarta përplasen ashpër, je e bukur, por pa tru. Një debat i tensionuar shpërthen mes Gjestit dhe Rizartës në shtëpinë e Big Brother, kur Gjesti bën një koment provokues që e irriton Rizartën në maksimum. Teksa qëndronin në obor, mes batutave dhe ironisë, Gjesti lëshon një deklaratë të papritur, duke thënë se Rizarta është e bukur, por nuk ka shumë tru brenda kokës. Rizarta, e shokuar nga ky koment, kthen menjëherë kokën nga ai dhe e shikon me habi dhe nervozizëm. Po prit pak, çfarë the? Ti qenë ke komplet jashtë realitetit. Si mund të thuash një gjë të tillë? Gjesti, i qetë dhe me një buzëqeshje ironike, ngrit supet dhe i përgjigjet, po çfarë ka për t'u mërzitur kaq shumë? Po them thjesht një të vërtetë. Je e bukur, s'po ta mohoj, por ndonjëherë kur flet, duket sikur nuk ke shumë logjik në ato që thua. Banorët që ndodheshin aty pranë fillojnë të qeshin dhe disa prej tyre mbajnë duart tek goja nga habia, ndërsa Rizarta nis të acarohet edhe më shumë. Ajo i afrohet Gjestit dhe i përgjigjet ashpër, dëgjo këtu, Gjesti. Ti je personi i fundit në këtë shtëpi që mund të flas për logjik dhe tru. Gjithkohës bën lojra, manipulon njerëzit dhe mendon vetëm për veten. Nëse ka dikush që s'ka tru këtu, ai je ti. Gjesti vazhdon të qëndrojë i qetë, por me një buzëqeshje të lehtë tallse, duke u përpjekur ta provokojë akoma më shumë. Ai tund kokën dhe thot me një ton ironik, "Uf, sa serioze je bër." Qetësohu moj Rizarta. E di që të pëlqen të debatosh me mua, por mos e merr kaq personalisht. Po bëjmë një bisedë të qetë, apo jo? Rizarta, e të imbushur me nerva, nuk përmbahet, po ti kujton se je ndonjë filozof apo çfarë? Ti mendon se je më i zgjuari këtu, por në fakt je ai që s'të merr seriozisht askush. Kështu që mos e bëj më të zgjuarin me mua. Tensioni mes tyre rritet, ndërsa banorët e tjerë i shohin të habitur dhe të ndjekin debatin me kuriozitet. Duket se ky debat do të sjellë më shumë përplasje mes Gjestit dhe Rizartës, pasi ajo nuk ka ndërmend të harrojë fjalët që ai i tha.